krimi më i madh, edhe lëndimi më i madh i demokracisë bëhet kur bëhen listat. Pra aty ka shantazhe të mëdha, edhe këtij shantazhi nuk i ka asnjë parti politike. Domethënë ne po flasim për partitë politike në tërësi, jo në veçanti. Normalisht dikush ka më shumë, dikush më pak, po partitë politike në Kosovë janë korporata, nuk janë parti politike. Për arsye se renditjen e listës kur bëhet, nuk bëhet në frymën demokratike, nuk bëhet në shtrirjen e debatit, nuk bëhet në propozimin ose nominimin e kandidatëve të cilët përfaqësojnë vlera, përfaqësojnë demokraci. Pra, ti merr shikoje në secilin etapë zgjedhore rit, edhe atër ku ka qeverisë LDK-ja, edhe ku ka qeverisë PDK-ja, tash lëvizja vetëvendosje, njerëz të cilët kanë pas ushtrimin e funksionit, qoftë ministër, qoftë pozicione publike që kanë abuzuar me detyrën zyrtare, kanë akt akuza se ti kinë për lista, i kinë dhëçën e parë. Çka nën kupton kjo? Që ata nuk kanë abuzuar në detyrat e tyre pa ditë lideri. Domethënë, edhe kjo është shantazh, është pazar, po në fakt e ndërton mozaikun e asaj që është korporat.